Zotë Mërkoçi, të zbresim pak në rajonin e Ballkanit, teksa disa ditë më parë Edi Rama ishte në Greqi ku takoi dhe kryeministrin Mitsotakis atje dhe ka diskutuar disa nga çështjet më ndjeshme sa i përket ligjit të luftës apo edhe zonave detare. Në këtë rast, sa po humbet Shqipëria nga vetë Edi Rama në këtë rast për balë Greqisë? Gjë e parë herë është turp për shqiptarët që ne përfaqësohemi nga një kryeministër i tillë ku shkon në një tapet kuq me ato lloj veshje. Këtu nuk është çështje personale, këtu është çështje e dinjitetit kombëtar. Ato maskaralliqe që bën duke përul melonit në zyrë, në rrugë, domethënë, apo duke vajtur në Greqi apo kudo me ato lloj veshje. Një kryeministër nuk mund të jetë kur dinjitoz. Dhe ajo lloj veshje nuk tregon asgjë më shumë dhe asgjë më pas përveç se pazareve që bën Rama. Në kurriz shqiptarëve dhe të kombit shqiptar. Rama nuk ka vajt absolutisht për asgjë tjetër përveç se interesi i tij personal. Ashtu siç e bëri tek bordi i paqes që vajti tek Trumpi dhe kërkoi me ngulm të kishte një mandat ligjor, pa mandat ligjor, vajti në samitin e Spanjës tek samiti anti-Trump. Tashmë shkon në Greqi dhe pretendon se ka folur për ligjin e luftës, ku grekët vetë e mohuan, pavarësisht çfarë thotë ky. Po cili është interesi i Edi Ramës në këtë rast? Interesi personal. Interesi i Edi Ramës tek greku është që të ketë marrëdhënie duke pas parasysh që të gjithë kredot politike dhe diplomatike në Europë dhe në Amerikë, Rama si kanë rënë. Rama tashmë kërkon të bëjë një marrëveshje apo një afrim me Greqinë, duke i falur çdo gjë, qoftë edhe detin, duke i falur çdo gjë sepse është një kompani e cila kërkon të bëjë shpime në detin jon. Dhe Rama është i gatshëm të bëjë çdo gjë vetëm për të mbajtur postin e tij. Asgjë më tepër. Absolutisht nuk ka asgjë më tepër. Ai ashtu siç bëri marrëveshje me Melonin për Gjadrin, Lezhën, ashtu siç bëri marrëveshje me Melonin për Syrin e Kaltër, ashtu po bën marrëveshje edhe me Greqinë, qoftë për detin, qoftë për nuk di se ç'a mund t'i japi tjetër ai Greqisë, atë ç'a kërkon Greqia do t'i japi, se s'bën. Qoftë edhe për minoritetet të cilët atje është diskutuar një gjë shumë e keqe për shqiptarët, që Rama nuk e deklaron. Që është? Është deklaruar që 300.000, nuk di sa shqiptar që kanë pasaport greke të quhen grekë. Kjo është fatkeqësia më e madhe që ndodh të kom. Dhe Rama ka shku pikërisht vetëm për këtë punë. Dhe për punën e detit. Dy gjëra. Rama nuk i deklaron të. Grekët kërkojnë me çdo kusht që ky popullsi që ndodhet në Greqi të quhet popullsi greke dhe të regjistrohet në Shqipëri si popullsi greke. Pra një shkontarizim total i Shqipërisë. Dhe nëse ndodh kjo, t'jeni bindur pastaj që do ndodhin në gjithë vendet e tjera dhe këtë pastaj Rama e justifikon me të qenurit se ne do futemi në Bashkimin Evropian dhe nuk kam më kufiesh të teoria e famshme e globalizmit. Pra, hiqet nocioni kom dhe nuk ka nevojë më ti se je shqiptar me komsi shqiptare, ti mund të deklarosh grek dhe ti quhesh grek. Thjesht fare. Ky është synimi i Ramës. Po kjo mund të bëhet në formë të detyruar apo me vullnetin e lirë të shqiptarëve? Jo, kjo bëhet me ligj. Pra, nëse ti e pranon këtë ligj, që ç'a janë grekër, shqiptar që janë grekër në Greqi, ti regjistrosh grekër në Shqipëri. Kjo është njësoj si ai ligji tokës i famshëm që shqiptarët nuk e kanë përmend ndonjëherë, që ne minoriteti grek është nxjerrë një dekret ku tokën
tokën e marrë me 7.501, e kanë regjistruar nga dasat greke. Dhe e quhet tokë greke. Pra ju thoni që mund të krijohen minoritete artificiale greke në Shqipëri, në qytete ndryshme të vendit. Patjetër. Popullsi greke. Jo minoritet, ajo quhen popullsi. Dhe greket e kanë një synim të tillë. Duke pas një synim të tillë, ata gjejnë edhe një palavosit siç është ky kryeministri jon, që shkon edhe bën çdo lloj marrëveshje. Se ky nuk e ka fytyrën fare, nuk e njeh fat turpin as Cipën as se ky nuk ka dhe ndjenjë kombëtare për vetëm arsye se vetë është shqiptar i herë. Në origjinën e tij nuk është shqiptar, kështu që s'ka ne ndjenjë për Shqipërinë. Ai çfarë mund t'i marrë Shqipëri, çfarë mund t'i shkatrojë. Asgjë më tepër se sa kaq. Ai ka bërë gjitha lëvizjet e Ramës janë jo kontradiktore, po janë të gjitha janë në kurriz të Shqipërisë. Qoftë Porti i Durrësit nuk ka shqiptar që të jetë kryeminist, por të jetë shqiptar, jo shqipfolës. Jo llacifaci që është Rama, që të arrijë dhe të mendojë të prishë Portin e Durrësit. Po Zoti është i madh dhe doli që e gjitha i ndërtim ka rrëshqit një metër poshtë, ka që duhet. E gjitha i ndërtim. Se Zoti është i madh. Sepse shqiptarët besojnë Zot. Dhe kanë Zotin që i mbrojnë, nuk i mbrojnë këta. Zoti Merkoçi, të mbetemi te pjesa që ju përmendët pak më parë te kjo përpjekje e Greqisë në këtë rast, siç thatë ju, për të krijuar këto lloj minoritetesh artificiale. Në këtë rast, çfarë rrugë hapet nga ana e Greqisë kundrejt Shqipërisë nëse krijohet një gjë e tillë? Po, rruga më e thjeshtë është çdo shqiptar ka një pronë. Ha? Dhe ajo pronë pastaj do quhet pronë greke. Nëse ti je grek dhe ke një pronë, ajo pronë quhet pronë greke. Pra, coptimi i Shqipërisë në një formë më moderne, më të avancuar. Jo si çamëria e cila u përzum dhe u zu toka me dhunë, atë tokë të cilën edhe sot e kësaj dite grekërit nuk munden ta tjetërsojnë, se e kanë marrë në atë formë dhe nuk e tjetërsojnë dot, se s'ka gjykatë në botë që ai e grekëve. Ne në vend të luftojmë për këtë, ne luftojmë me pjesën që të njohim këto lloj minoritetesh, t'u japim certifikat pronësie dhe këta pjesën e tokës ta regjistrojnë si tokë greke. Kaq. Duket si një skenar gati i pabesueshëm dhe tetë i rrezikshëm. I pabesueshëm dukesh edhe nëse ne në 90-ën do të deklaronin që mbi 45% e popullsisë do largohet nga Shqipëria. Po ja që u realizuar. I pa imagjinueshëm ishte shkatërrimi i çdo gjëje në Shqipëri, ja që u realizuar. E pa imagjinueshme ishte në Shqipëri që ti një vend prodhues i naftës ti të varesh nga nafta greke. Ja që u realizua. E pa imagjinueshme ishte që të prishesh Porti i Durrësit. Ja që u realizua. E pa imagjinueshme ishte që ti të ndërtoje në Butrin hotele. Ja që u realizua. E pa imagjinueshme ishte që ti të ndërtoje mbi mozaik. Po Durrës u realizua. Kush e imagjinon të do që do ndërtoje një velier, do hikte tora veneciane? Ja që u realizua. Me këtë lloj kryeministri, me këtë lloj politike, në Shqipëri janë realizuar gjitha. Çka kanë dash grekët, çka kanë dash serbët, çka kanë dash agjenturat e huaja këtu janë realizuar gjitha. Çfarë nuk është realizuar këtu në Shqipëri? Shpopullimi është realizuar? Është realizuar. Shkatërrimi është realizuar? Shkatrimi i tokës bujqësore është realizuar? Jemi vetëm vend që tokën bujqësore e kthejmë në ndërtim. Dhe e realizua. Sot s'kemi tokë bujqësore. Se e kemi në ndërtim, kemi shkatruar tokën. Që donja 50 vjetë të marrë i rikuperim. Çfarë nuk është realizuar këtu? Me këto lloj qeveri, me këtë lloj politike, çfarë nuk është realizuar?
Po sa i përket Më thoni çështjes së detit, po. të stimuloj shteti dhe të thot ke 200.000, 20.000, 30.000 imi vene punë në Gjermani për doktora, infermiera shkoni vraponi dhe kjo nuk është realizim. Kjo lloj politike që është bërë për 35 vjet rrjedh, anti-shqiptare, anti-kombëtare, ka realizuar çdo gjë. Një vend thash që prodhon naftë dhe varet nga nafta e Grekut. A ishte ky kryeministri që doli që foli për Shpiragun, e tha tash shqiptarët do flenë rahat. Dhe mas një periudhë shumë të shkurtër kohe, pa u mush viti tha dështoj, tha s'kishte naftë. 10 vjetë u shfrytëzoi Shpiragu. Kush e shfrytëzoi? Sa lek morën shqiptarët? Asnjë. Dhe ne sot naftën e kemi më të shtrenjtë në gjithë Europën. Çfarë nuk kanë realizuar këta? Nuk kanë realizuar korrupsionin. Nuk kanë realizuar pastrimin e paras, nuk e kanë realizuar që e kthyn Shqipërinë në mafia shtet. Kë e ka kthyer Shqipërinë në mafia shtet, çfarë do të realizojë më tepër këtu? Çfarë do bëjmë më tepër? Që sot me ligjin e korporatave, të heq të drejtën e pronës ty se do e japi korporatës, ju mush menja korporatës që këtu do të ndërtoj një gjë dhe tokën ta merr shteti dhe ja fal korporatës. Pra tokën tënde ta merr shteti dhe ja fal korporatës. Si nuk e ka realizu? Çfarë ka ngel tu pa realizu? Që ti bën një marrëveshje me një kompani izraelite kur NATO e ka nxjerrë non grata dhe ti s'pyet për asnjë. Kur nuk ke një diplomaci, nuk ke për 35 vjet nuk ke një krye diplomat, po i ke gjithë patronazhista e servila e antar partish, që mendojnë vetëm çfarë thot partia dhe jo çfarë thot kombi dhe çfarë duan shqiptarët, ku ti nuk ke një strategji diplomatike. Si? Kur ne jemi pa ushtri, pa bujqësi, pa industri, pa njerëz, si se kanë realizuar këta? Ata kanë realizuar në mënyrë perfekte. Në mënyrë perfekte e kanë realizuar. Si nuk e pas kanë realizuar këta? Kur një Fredi Bileri, i cili ka marrë pjesë masakrën e Peshkopis, e ve kandidat për kryetar bashkie dhe bën namin, si nuk e kanë realizuar këta? Çdo gjë kanë realizuar. Kur ti jep syrin e kaltër, bë kontratë me Italinë për t'i dhënë syrin e kaltër, nuk pas kanë realizuar. Kur ti ke në projekt që të gjithë banesat të vinë izraelitët e t'i marrin në Shqipëri, që fotë t'i marrin në Shqipëri, dhe të krijojnë lobin e tyre apo qendrën e tyre, si nuk e ka realizuar. Kur Sorosi është shkull këm kryqin në Shqipëri për 35 vjet ka kap gjithë politikën shqiptare, nuk është realizuar. Kur e gjithë media është në shërbim, edhe sot, është në shërbim të agjenturave tuaja, është në shërbim të Grekut dhe të Serbit, si nuk pas kanë realizuar ta? Kanë realizuar çdo gjë që kanë dash. Dhe si ka penguar askush. Kanë varfëruar një popull që arrin turpi më i madh dhe fatkeqësia më e madhe e një populli që thot isha mirë kur isha keq. Si nuk pas kanë realizuar? Shkatron familjen. S'ke më familje. Ngelen LGBT në kup qiellit, i dhanë gjithë drejtat LGBT-s. Bën një kushtetut ku Sorosi është mrena në kushtetut, mbrohet me kushtetut. Si nuk pas kanë realizuar ta? Ta kanë realizuar çdo gjë. Në politik nuk ke dy persona në politik. Se këta thonë ta bëjmë parlamentin me 100 vetë, jo më jo, ta bëjmë me 2 vetë. 2 vetë, Berisha, Rama, kaq. S'ka nevojë për tjerë. Se kështu e sollën situatën ta në Shqipëri. Ky është realizimi që kanë bërë.
E kanë bërë populli me fol me vete. Shkoj i kile kumla 22.000 lek. Edhe më thoshti mu se kanë realizu këta, jo me kanë realizu, 100% e kanë realizu. 100% e kanë realizu. Janë me te i kalim plani këta. 35 vjetë Shqipëria vazhdo tranzicion komunist. Që nuk e kanë realizu. E realizu pra të që është deklaru, që është thënë, është bërë me Hermizalia, u realizu. Shqitja e Shqipërisë nuk është asgjë. Është dora funit. Po të gjetë mënyra, forma më e moderume. Dhe të rrudhet Shqipëria përsëri.